Donald Trump pranoi të ulë tarifat amerikane ndaj Zvicrës nga 39% në 15% si pjesë e paktit të ri tregtar, duke ulur tarifat që tensionuan lidhjet ekonomike dhe goditën e eksportuesit zviceran. Të dy vendet kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi jo detyrues, njoftoi qeveria zvicerane, pas bisedimeve dypalqe në Washington dhe lobimit intensiv nga firmat zvicerane. Kritikët e shfrytzuan njoftimin si provë se Shtëpia e Bardhë i kishte vënë interesat e korporatave përpara atyre të amerikanëve në vështirësi, ndërsa inflacioni vazhdon të rrisë koston e jetesës në të gjithë vendin, ndërsa çmimet për familjet amerikane po rriten shumë për shkak të tarifave kaotike të Trump. Janë miliarderët dhe korporatat gjigante që i afrohen Trumpit të marrin lehtësim, tha senatorja Elizabeth Warren, një demokrate e Massachusetts. Drejtuesit kryesor zviceran u takuan me Trump në Shtëpinë e Bardhë në fillim të këtij muaji. Rolex, prodhuesi luksoz i orave zvicerane, gjithashtu ftoi presidentin dhe një sër zyrtarësh të tij në finalen e tenisit në US Open në shtator. Me të mbërritur, Trump pyeti me shaka nëse do të ishte i ftuar nëse nuk do të ishin tarifat. Zbuloi më vonë Jean Frederick Dufour, CEO i Rolex. Ky ishte një moment që shkaktoi të qeshura të gjithëve, shtoi ai. Dufour mohoi që Rolex ishte angazhuar në ndonjë negociat me SBA-n për tarifat. Shtëpia e Bardhë i hodhi poshtë kritikat e Warren si teori konspiracioni budallaqe. Trumpit ju dhurua një orë tavolinë e artë nga Rolex, e cila më vonë u pa në tavolinën e tij në zyrën ovale. Një firmë tjetër thuhet se ka dhuruar një shufër ari të gdhendur. Përfaqësuesi tregtar i SBA-s, Jamieson Greer, gjithashtu konfirmoi përparimin të premten, duke i thënë CNBC, rrjetit financiar të lajmeve, se të dyja palët në thelb kishin arritur një marrëveshje. Administrata e Trump ra dakord të kufizoj tarifat e SBA-s ndaj Zvicrës dhe Liechtensteinit në një maksimum prej 15% sipas marrëveshjes, sipas një deklarate nga qeveria zvicerane. Kjo i sjell tarifat e SBA-s ndaj Zvicrës në përputhje me ato të Bashkimit Evropian, duke u lejuar eksportuesve zviceran të njëjtin trajtim si rivalet në vendet fshinje. Në këmbim, Zvicra do të ulë tarifat mbi një gamë produktesh amerikane, thuhet në deklaratë, përveç të gjitha produkteve industriale, peshkut dhe ushqimeve të detit. Kjo përfshin produktet bujqësore nga SBA-ja që Zvicra i konsideron jo të ndjeshme. Zyrtarët zviceran u zotuan gjithashtu të japin një sër kuotash për mallrat amerikanë që mund të eksportohen në Zvicër pa taksa, duke përfshirë 500 ton mish viçi, 1000 ton mish bizoni dhe 1500 ton shpend.